Vatikani, një shtet brenda shtetit, një shtet plot me surpriza dhe mistere, një shtet që nderon zotat e lartë sumerian. Sot do të flasim për sekretet e zyrtare të Vatikanit, ato sekrete që fshihen para syve tanë, dhe jo për sekretet që mbahen të mbyllur hermetikisht në tunelet e Vatikanit. Le të filloj me mitrën që mban kokë papa, kardinalet, peshkopët gjatë liturgjisë dhe që shërben si simboli forcës tyre. Nga e ka prej ardhen kjo kapele veçantë me hapje sipër si goja e peshkut? Peshku është simboli i krishtërimit, Petri të shenjtë. Me peshk Krishti ushqente të varfrit e megjithatë peshku është një simbol shumë më i vjetër. Simbolin e peshkut e përdorin paganët e Romës, shumë kohë më përpara se të konvertoheshin në të krishterë. Nga pikpamja astronomike, simboli i peshkut vazhdon dhe sot deri në vitin 2100, kur të zvendësohet nga ujori. Përpara tij ka qenë koha e Demit, të cilin e nderoni Migenasi. Në paganizëm, simboli i peshkut njësoj me fertilitetin dhe organin femëror. Me ardhin e kristianizmit, ky simbol mori një kuptim të ri, atë mashkullor, fallusi. Në Turqi, në Göbekli Tepe ndodhet një tempull 11.000 vjeçar, me 11 shtylla në formën e fallusit, të cilat i shikon një fytyrë të çuditshme. Edhe në Egjipt kemi me 10 skulptura fallusi. Edhe obeliskët gjithashtu janë simboli fallusit, simboli pagan i fertilitetit. Po shlidhje ka me Vatikanin kjo histori. Tek sheshi i Vatikanit, aty ku papa mban fjalën e tij, gjendet një obelisk egjiptian prej më së 2000 vjetësh. E solli car Caligula nga Egjipti në vitin 37. Këtë obelisk gjenden gjithashtu gjithandej në përbot, të shpërndarë në qytetet kryesore: Paris, Londër, Stamboll, New York, Firenze. Kemi edhe në Washington DC në një obelisk për nder të George Washingtonit, prej më së 140 vjetësh. Në Egjipt, Osiris ndahet në 14 pjesë nga Seti, zoti i shkretëtirës, 13 prej të cilave i gjen e shoqja Isisi, përveç penisit, të cilin e hëngri peshku sipas mitologjisë. Çfarë është gjitha i shojt teatral i papës me mitrën në kokë, dhe përse kjo kapel ka formën e peshkut me gojën hapur? Udhëheqja katolike e Vatikanit sot është vazhdimi i kultit lart sumerian të qiellit së lashtë me emrin Dagon. Dagoni paraqitet me Anunnakën si gjysmë peshk, gjysmë njeri, dhe emri Dagon vjen nga emri Dag, që do të thotë peshk. Dagoni kishte edhe emrin sumerik Oanes, dhe që një zot që nderohej në lindjen e mesme edhe si zoti i fertilitetit. Dagoni që babai i Baal, që në kristianizëm shikohet si demon, dhe që e zoti i Asiris, Babilonasve, Filistejve, si dhe disa fisëve qifute. Dagoni që kundërshtar i zotit qifutve Jehovajt dhe ishin në konflikt. Sipas rangut, Dagoni që në nivelin e Enkit dhe Enlil, djemve të sunduesit të Anut të Nibirut, si dhe shikohet si babai i zotave të tjerë, si dhe një krijues. Pra që në atë kohë ekzistonin prifërin që nderonin kultin e Dagonit dhe vishin veshje me pamje peshku. Mbani gjithashtu unaz me simbolin e mbretit Dagon, të cilën e puthin tradit kjo që vazhdon edhe sot. Unaza që mban papa në gishtë quhet unaze peshkatarit, sepse papa është peshkatar i njerëzve sipas një tradite interesante. Kur Julius Cezari erdhi në krye të shtetit romak, automatikisht u bë Pontifex Maximus dhe si me magji, nga paganizmi romakët kaluan në kristianizëm, duke marrë edhe monopolin e kësaj feje si kishë, duke krijuar njëkohësisht shtet brenda shtetit. Tek veshja e papës gjejmë dhe kryqin maltez, që në pamje të parë duket më se normale, sepse kryqi është simboli i kristianizmit, apo jo? Në fakt, nuk është absolutisht kështu. Kryqi që mban papa është kryqi i kalosëve tempullar, urdhri i Ivanit të Jeruzalemit. Sot e përdorin zjarfiksit, ndihma e shpejtë dhe kryqi kuq. Ky kryq shfaqet mijëra vjet më parë në Mesopotami, tek mbretit sumerian, mijëra vjet përpara kristianizmit, tempullarëve dhe vetë Jezu Krishtit. Ky kryq simbolizon Ninurtën dhe është rreth 6000 vjeçar. Vetë Ninurta, që një Anunnaki, djali i Enlil, që një zot në Sumeri. Pra, kënderojnë këta profesorët kishës katolike? Jezu Krishtin apo Anunnakët e lash Dagon?
gjykojeni vetë. Mund të jetë edhe rasti, siç është rasti për shembull, që nazistët nga gjithë ato simbole që mund të kishin zgjedhur, zgjodhën pikërisht kryqin e thyer të ninurtës. Dhe që është i ambitor. Në një pelegrinazh që Papa bëri në Amerikën e Jugut në 2019 shkon në Kili dhe del para mbështetësve me një veshje ku në qendër i varen një sigravate gjatë jeshile, ku në të ndodhi kryqi si dhe humanoidi Atakamës, që simbolizon një zot lashje stoksor. Ky gjeoglif është rreth 120 metra i lartë dhe mund të shihet vetëm nga larg. Çfarë arsye mund të ketë udhëheqësi shpirtëror i më së 1.3 miliard njerëzve në botë, që pikërisht në Kili të vendos në rroba një simbol të jashtëtoksore, ndërkohë që turmenton Jezu Krishtin? Përse udhëheqësit e Kishit Katolike riciklojnë pa pushim simbole të lashta që nuk kanë asnjë lidhje me Jezu Krishtin? Po sikur ndjekësit e krishterë të zgjohen një ditë dhe të kuptojnë se kanë adhuruar jo Jezu Krishtin, por Anunnakët, të jetë dhe kjo rasival, deri në emisionin e radhës, ju jeni te bota e fshetë, aty ku fantastiko shkencorja gjithmonë po na del që është realiteti. Tung.